Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar miq të emisionit Med Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Pavarësisht nëse jeni duke mbajtur protezë ose jeni duke menduar për trajtimin ortodontik, ka shumë informacione që duhet të dini kur bëhet fjalë për të rregulluar shëndetin dhe buzëqeshjen tuaj. Ne sonte do të përpiqemi bashkë me mysafirin ton që të japim disa përgjigje në disa pyetje dhe disa dilema të cilat gjithmonë paraqiten kur të vendosim të marrim këto shërbime. Po para se t'ju prezantoj mysafirin ton, edhe të juaj sonte, ju jap disa të dhëna të cilat kanë lidhje me këtë temë. 4 milion amerikanë janë aktualisht duke mbajtur proteza. Të gjithë ortodontët janë stomatolog të trajnuar, po vetëm 5% nga stomatologët janë ortodont në Amerikë. Përderisa ne nuk kemi akoma shënime. Ne mund të falenderojmë NASA-n, që është Administrata Kombëtare Amerikane e Aeronautikës dhe Hapësirës për protezat moderne, për arsye se ata e kanë zhvilluar materialin apo aliazhin i cili aktualisht përdoret për këto proteza. Protezat janë bukur të vjetra, rreth 300 vite, por pajisjet ortodontike mund të gjërmohen deri në Egjiptin e lashtë. Sonte kam knatësinë të kam në emision doktor Ermend Rizvanolli, i cili është specialist i ortodoncisë. Mirëmbrëma doktor dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Kënaqësi të jem në emisionin tuaj. Doktor, dua më falenderoj edhe për një arsye tjetër se ju punoni vetëm në klinikën e juaj në private dhe i keni riorganizuar oraret e pacientëve të juaj vetëm që të jeni prezent dhe të ndani përvojën edhe njohuritë e juaja me audiencën, edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme. Doktor, çka është ortodoncia dhe çfarë bën një ortodont? Ortodoncia është një degë e stomatologjisë, e cila mirret me diagnostifikim, me trajtim dhe me parandalimin e defekteve të dhëmbëve dhe neofollave. Një ortodont është një specialist i një fushe të caktuar të stomatologjisë, e cila merret me rregullimin e defekteve të dhëmbëve dhe neofollave. Këto defekte mund të jenë të ndryshme. Për shembull, mund të kemi mbivendosje të dhëmbëve njëri përmbi tjetrin. Mund të kemi hapësira në mes dhëmbëve, të cilat mund të jenë diastema apo tremata. Mund të kemi raporte të këqija të neofollave, protruzion të neofollave apo retrozion të neofollës së sipërme në dallim me neofollën e poshtme. Domethënë, për të gjitha këto probleme i trajton ortodonti. Për probleme më specifike dhe për trajtime, ne do të flasim edhe gjatë emisionit, po desha t'ju pyes, i përmendet edhe moshat të ndryshme, në fakt fëmijët, po cila është mosha më e mirë për të vizituar ortodontin? Më së miri është që fëmijët të vinë sa më herët në klinikë. Domethënë të paraqiten në mosha sa më të hershme, sepse defektet në moshë të hershme menaxhohen më lehtë, rregullohen më lehtë. Mosha më adekuate për të ardhur te një ortodont është atëherë kur fillon dalja e dhëmbëve të përhershëm. Zakonisht denticioni i përhershëm fillon prej moshës 6 vjeçare, me daljen e gjashave të përhershëm, të cilët janë edhe në të ardhmen kanë me qenë edhe çelësi i okluzionit. Në bazë të pozicionit të gjashave poshtë dhe gjashave sipër, atëherë edhe si çelësa të okluzionit merret edhe a kemi defekte, a kemi malokluzione apo kemi okluzion normal. Ta zëm, kur kemi okluzion normal, tuberkulumi meziobukal i gjashtës sipër bjen mbi fisuarën qendrore të gjashtës poshtë. Domethënë një neutro-okluzion paraqet një okluzion normal. Në rastet kur kemi vendosje
të tuberkulumit meziobukal përpara, do më thonë mezializohet, nuk bjen mbi fisuarën qendrore, po bjen më përpara, atëherë kemi malokluzionin e klasës së dytë. Në këtë rast, ky mund të shoqërohet me protruzion të nofullës së sipërme, ku kemi shkallë të madhe inciziale, apo mund të kemi edhe klasë 2-2, e cila karakterizohet me kafshim të thellë dhe me retrodim të frontit. Në klasën e tretë, kur kemi edhe progeni, atëherë tuberkulumi meziobukal nuk bie mbi fisuarën qendrore, por bie më distalisht. Si pasojë, nofulla e poshtme del më përpara dhe kemi progeni. Në këtë raste duhet të shiqohet a është progenia e vërtet, a është kockuar domethënë, apo është vetëm dhëmbore e cila mund të trajtohet me lehtësi, kurse ato kockuaret nganjëherë duhet të bëhen edhe rast për kirurgjinë maksilofaciale. Faleminderit doktor. E përmendën okluzionin dhe malokluzionin për më ju sqaru publikut, do thotë kafshimi i rregullt, okluzioni dhe kafshimi jo i rregullt, dhe ju mirreni me trajtimin dhe me korrigjimin e këtyre. Nëse ka mundësi, e kemi një video numër 1 se në një keni sjell për mi prezentu. Atëherë këtu bëhet fjalë për një. Këtu kemi një rast ku kemi një protruzion të nofullës së sipërme dhe retrozion të nofullës së poshtme. Në këtë rast kemi vendosur briketa të cilat e bojnë punën e vet, sidomos të moshat e reja rezultatet janë shumë të mira, pasi që kocka është më e butë. Teli i cili përdoret është një tel i cili quhet edhe ideal arch apo teli mençur, të cilën e prodhon, unë punoj me firmën Dentarum, i cili prodhohet në Gjermani dhe janë shumë të suksesshëm në trajtimin e defekteve të ndryshme të nofullave. Doktor, edhe këtu shihet përparimi apo përmirësimi i rastit, pra, edhe parafërsisht për moshat, ta themi deri në 13-14 vjeç, sa kohë nevojitet për me ardhur në këtë gjendje të përmirësuar? Minimalisht pacienti është i detyruar të mbaj 12 muaj. Pasi janë diku rreth 6 tela të cilat ndrohen çdo 2 muaj, i bie që pacienti të mbaj telat minimalisht 12 muaj. Po, ka raste të cilat shkojnë edhe me një kohë më të gjatë. Çka nëse nuk trajtohen malokluzionet? Nëse nuk trajtohen malokluzionet, mund të kemi probleme të ndryshme, si probleme me funksionin, me të folurit, me mishrat e dhëmbëve, probleme me pastrimin e dhëmbëve, të cilat mund të çojnë edhe në dëmtimin e dhëmbëve, në kariesin e dhëmbëve dhe në humbjen e dhëmbëve. Po ashtu edhe aspekti estetik është një prej aspekteve që na intereson edhe neve edhe pacientit. Domethënë, mos rregullimi i këtyre defekteve paraqet një problem të madh në të ardhmen, sidomos duhet të kapen defektet në moshat e reja, sepse rezultati është shumë i mirë dhe domethënë arrihet një sukses shumë më i madh dhe pacientat domethënë para moshës së adoleshencës edhe mund t'i kryen, kështu që edhe problemet në të ardhmen mund të jenë më të vogla. Doktor, për këtë arsye, vizita rregullt te stomatologu është shumë e rëndësishme dhe besoj që është më rëndësi të apelojmë edhe të prind që këto vizita të bëhen me të vërtetë në mënyra të rregullta, pavarësisht a vlerësojmë na se a ka nevojë ajo këtë punë prapë më kompetent janë kolegët e juaj dhe ju, do thotë stomatologët, dhe nëse kanë nevojë atëherë ta vendosin që t'i referojnë te një ortodont.
Doktor, në shikim për shihen telat, shihen protezat, Devijshmëria e dhëmbëve. po më intereson, a janë ndhimshme këto procedura? Përderisa si kemi përdorur ne vetë, mund të themi ato që na thonë pacientët. 3-4 ditë të para janë një çik të dhimbshme, mund të themi. Kurse pas një jave mendoj se të gjithë thonë se jemi mësuar doktorë dhe s'kemi as pak probleme me to. Është një ndjenjë jo komoditeti, mund të themi, përndryshe telat nuk kanë dhimbje. Ajo çka mund të ndikoj te pacientët është se në fillim derisa ta merr formën buza sipërme apo e poshtme, mund të kemi disa domethënë probleme të vogla me mishin e dhëmbit. Mirë, po ato janë të tejkalueshme dhe nuk lejnë kurfar pasoja. Pacientët adaptohen shpejt, edhe suksesi është i garantuar. Doktor, flasim pak për briketa apo protezat, ato të cilët përdoren të ne, që i përdorni ju, keni sjellë disa mostra dhe kisha pas dëshirë që ti na tregoni edhe në mënyrë praktike se çka keni sjellë dhe si duken këto briketa. Këtu kemi sjell, domethënë, një briket metalik, që për mua janë shumë më të mirë, pasi janë më rezistent, edhe rezultatet të cilat i kam arrit me briketa metalik janë më të mira për mendimin tim se rezultatet me briketa këto të ceramike, se kanë domethënë janë më të mira vetëm për nga aspekti estetik. Tjetër, çka përdorim ne në klinikën tonë janë edhe maskerinat. Maskerinat transparente, të cilat shërbejnë për rregullimin e defekteve të ndryshme në nofull. Maskerinat janë teknologji e re. Këto përdoren, tani kanë hyrë në përdorim në masë të madhe. Së pari, për të ardhur deri te përfundimi i maskerinave duhet të bëhet skanimi i gojës. Pasi të skanohet goja, ajo bëhet printimi në 3D. Aty analizohet modeli dhe krijohet mekanizmi se si do të shkoj puna deri në përfundim të rastit. Varësisht nga defekti, mund të kemi modele diku prej 7 deri në 14, rastet më të rënda deri në 20 modele, të cilat e bëjnë punën e vet. Janë shumë estetike, janë të lehta për mu mbajt, pastrimi bëhet shumë lehtë pasi që hiqen, edhe një veçori e tyre është se pacienti akomodohet shumë shpejt me to. Doktor, i përmendë disa lloje të briketave, po si merrni vendimin cilat janë më të përshtatshme për një person të caktuar? Po. Domethënë, zakonisht unë e preferoj të përdori briketat metalike. Janë më higjienike, domethënë. A janë këto, më fal? Po, nuk ushqimi më pak akumulohet të këto, edhe pse lutja ime për të gjithë pacientët është që ata të cilët mbajnë briketa duhet të kenë kujdes të veçantë në higjienën e gojës. Domethënë, të gjithë duhet mas çdo vakti t'i lajnë dhëmbët. Është obligative, nuk guxojnë që mbas ushqimit të mos i lajnë. Doktor, në mesatare, sa kohë nevojitet që të mbahen këto proteza apo briketat deri në arritjen e qëllimit? Varësisht për rastit, edhe varësisht nga mosha e pacientit, briketat mbahen nga 12 deri në 3 vjet. Rastet më të vështira
sidomos rastet kur kemi të bëjmë me dhëmë të impaktuar, ato sidomos kanini është dhëmë i fortë, duhet tërheqje graduale e tij, edhe në nevojitën do më thot kohë për të arritur ta nxjerrim kaninin dhe ta dërgojmë deri në vendin ku duhet. Impaksionet zgasin më tepër. Diku rreth 3 vite mund të marrë kohë. Të dhëmbët e impaktuar duhet edhe bashkëpunim me kirurgën oral. Ne kemi një bashkëpunim shumë të fuqishëm me kirurgët oral kolegë të qytetit të Gjakovës. Do të kisha qeft të përmendja doktor Bar Spahia, doktor Mini Pozhegu, doktor Pashala, Robi Krudi, me të gjithë organizohemi kur kemi ndonjë problem, diskutojmë, edhe vijmë deri te përfundimi, cila do të ishte metoda më e mirë që ne ta kthejmë dhëmbin në vendin ku është i paracaktuar. Është kënaqësi kur dëgjojmë që bashkëpunoni edhe me kolegë për arsye se është mënyra më e mirë e zgjidhjes problemeve dhe kjo shkon në dobi të shëndetit të pacientit rreth por. Doktora përmendën kohën që mund të zgjohet deri në 3 vjet, por kjo nuk do të thotë që pacienta duhet më shku rrallë te ortodonti. Është më rëndësi të përshtaten ata telat, ti quaj ashtu ose proteza, sa shpesh duhet të shkohet në vizitë te ortodont? Zakonisht unë e preferoj një herë në muaj. Nëse nuk kanë ndonjë problem. Nëse kanë ndonjë problem, sepse breketat mund edhe të shkoqiten, ndonjë, ose të kenë pengesat, ndonjë tel ta vranë pacientin apo diçka, unë i them në rast se keni probleme, mund të vini edhe më herët. Por në rast të kundërt, atëherë çdo muaj kontrollat janë obligative. Sepse dëshiroj që pacientat e mi t'i kem në nënvëzhgim, që mos të del diçka nga kontrolli. Çka ndodh gjatë këtyre kontrollave? A duhet të përshtatet, të shtrëngohen këto proteza apo gjatë kontrollit, përveç domethënë ndrrimit të telave, nga bëhet edhe ligimi i këtij teli, domethënë ndrohen gumat, sepse gumat me kalimin e kohës dobësohen edhe hupin ndikimin e tyre. E përmendet rëndësinë e higjienës së gojës dhe larjes së rregullt të dhëmbëve, po a ka dhe ndonjë kujdes specifik tjetër të personat të cilët i mbajnë protezat, në 1 dhe 2 a ka ndonjë ushqim që duhet shmangët gjatë mbajtjes së protezave? Kujdesi duhet me qenë pak më i madh, më specifik, përveç se i lajnë me brush, ekzistojnë edhe pejt interdental, të cilat nevojiten për pastrimin e ushqimit. Nganjëherë janë edhe disa brusha të vogla interdentale, por shpesh edhe ju themi që të përdorin produkte të cilat janë të pasura me flor, në mënyrë që të pengohet dekalcifikimi i dhëmbëve. Plus kësaj, ne ju themi që në rast se para vendosjes së breketave, pacienti ka la 3 herë dhëmbët, unë i them që pas çdo ngrënie të ushqimit, tash tutje duhesh me i la. Domethënë, nëse është nevoja edhe 5-6 herë të lahen dhëmbët. Domethënë kujdesi duhet shtohet. Kujdesi është shumë i shtuar në rastet e vendosjes së breketave. I përmendet që i punoni me disa prej protezave me që janë prodhime të njohura në gjermane. Po. Doktor, me qenë se jemi të folë për ta quaj trupat huaj brenda në gojën e njerëzve, këto janë biokompatibile, kujtoj gjitha dhe nuk shkaktojnë ndonjë problem formë të dryshkut, lirimit të ndonjë substance. Ashtu. Këto janë të testuara, domethënë ne para 2-3 viteve ishim në kompaninë, në njërën prej kompanive më të njohura, Forestadent, e cila është në Gjermani afër Stuttgartit, në një vend të vogël, Pforzheim,
ka qelluar një koincidencë që dy pothuajse firmat më të forta që mirën me prodhimin e briketave janë në të njëjtin qytet. Kur ishim atje, e pam edhe procedurën e prodhimit të tyre, me çfarë domethënë kujdesi, me çfarë teknologjie punoheshin, domethënë të gjitha janë të testuara, materialet janë biokompatibile, nuk ka rrezik të ndonjë ndryshku, të ndonjë pasojë për organizëm. Të gjitha janë, domethënë, të testuara me ateste të ndryshme dhe deri më tani domethënë asnjëherë nuk kemi pas probleme të tilla. Çdo herë pacientat janë të kënaqur, edhe këto kompanit, njëra prej kompanive në të cilën kemi qenë, Forestadent, më përpara kishte prodhuar orë dore. Edhe në kohën kur ka lulëzuar prodhimi i orëve në Japoni, ka qenë Seiko e cila e kishte përfituar tregun. Ata nga mungesa e shitjes kishin kaluar në prodhimin, domethënë aq janë preciz sa nga prodhimi i orëve Foresta kanë kaluar pastaj në prodhimin e briketave Forestadent. Informatë shumë e dobishme për gjithë ne, të vërtetohet edhe herë se këto materiale me të vërtet nuk janë s'kan asnjë efekt anësor si substanca. Një ndër ankesat ose frigat e njerëzve, sidomos fëmijëve të cilët i kanë këto proteza janë se kanë edhe kufizime ndaj përditshmërisë, ndaj veprimeve të përditshme siç janë aktivitetet shkollës, këndimet, lutja me instrument ose e tjera, kanë ndonjë veprim i cili është i ndalum nëse dikush i ka protezat? Jo, ndonjë ndalim të posaçëm nuk ka. Përveç se duhet me pas kujdes, te njerëzit të cilat performojnë me instrumente frymore, lypet një kohë adaptimit. Kujdes të shtuar duhet me pas të fëmijët të cilët merren me sporte luftarake. Në ato raste, për shembull, me boks, me karate, me këto sportet luftarake, duhet të kenë edhe ato mbrojtësit. E dhëmbët që ekzistojnë, për ndryshe probleme tjera nuk kanë. Duhet pasur kujdes që ushqimet nuk mos të jenë shumë të forta. Ushqimet, për shembull, sidomos këto frutat arror që janë badema, lejthia, këto duhet kenë kujdes. Çamçakiza, ushqimet të ngjitshme, ndonjë patatin, pemet, ato të cilat domethënë i konsumojnë, duhet që t'i prejnë, jo t'i ngrajnë ashtu domethënë pa i pre. Këto janë ato këshillat të cilat ju japim edhe ne pacientëve. Doktor, i përmendet bashkëpunimin mes kolegëve, merr mirë shumë që u përmend këtë emision se për mua shumë i rëndësishëm. Po të njëjtën kohë ne para emisionit kemi bisedu për një mentor t'juaj, i cili ju vlerësoni shumë, për arsye se unë mendoj që nëse na i harrojmë mësuesit tanë, atëherë me të vërtet e kemi harruar edhe prekavim. Atëherë kisha pas dëshirë të na tregoni kush është ky mentor juaj dhe pse e vlerësoni kaq shumë. Unë si specialisti ortodoncisë kam filluar specializimin diku para 15 viteve. Kam pasur fatin që mentori imi të ishte doktor Mixhen Demjoha, një ortodont i shkëlqyer, një njeri i mrekullueshëm, të cilët jam bërgjli për jetë. Kam pas një trajtim të veçantë nga ai. Të gjitha çka i njoh deri më tani në këtë profesion, unë me bindjet më të madhe them se e kam nga asistenti im, mentori im, Mixhen Demjoha. Për ndryshe
ka pas edhe kolegë tjerë edhe profesorë tjerë, po unë Bërgjlin më së shumë të jam ndaj Migjenit. Shpresoj që Migjeni të jetë mirë me shëndet edhe e përshëndes nga ky emision. Ju uroj çdo të mirë. Gjithashtu edhe ne. Ortodonci, origjina e fjalës ortodonci është nga fjala greke që do thotë ortos drejt dhe odont dhëm. Po doktor, a e bëjnë proteza dhëmbët 100% të drejta në gjitha rastet? Apo jo? Synimi jonë është që t'i bëjmë. Po sa arrim, nga njëherë arrim diku 80%, nga njëherë 90%, në disa raste edhe 100%. Varet edhe prej pacientëve. Varet edhe prej punës sonë, edhe prej punës së pacientëve, varet edhe nga mosha e pacientit. Po synimi jonë është që ta bëjmë më të mirën. Atë do ta synojmë gjithmonë, sa ja arrim, domethënë ekzistojnë do parakushte të cilat i përmenda më poshtë. Doktor Emi, ka fundi dhe unë kisha pas dëshirë që ti diskutojmë disa prej një video keni sjell procedurën e vurjes protezave apo instalimit si thuhet, edhe disa foto të tjera të cilat janë edhe nga puna ju i përditshme. Ashtu. Këtu pra e kemi paraqit procesin e punës, se pari bëhet pastrimi i dhëmbëve, largimi i masave të buta nga dhëmbët, pastaj bëhet acidifikimi i dhëmbëve, një mikrogryrje shkakton acidifikimi, pastaj bondimi apo ngjitja atyne, lyerja me bond, pastaj ekziston edhe ngjitsi me të cilën e ngjiten. Unë personalisht e përdori këtë ngjits nga GC, është japonez, është shumë i mirë pasi rrallë herë në shkëputën briketat, për ndryshe ka ngjits të prodhuesve të ndryshëm. Pas vendosjes së briketave, atëherë bëhet vendosja e telit dhe ligimi i briketave për tel. Kjo është një procedurë e cila parafërsisht zgjat 30 deri në 40 minuta. Mirë, faleminderit doktor. Regjia nëse ka mundësi edhe fotot. Po. Kur biseduam për normal, kafshimin e mirë dhe keq. Një protruzion inofollës së sipërme dhe një retruzion inofollës së sipërme dhe protruzion inofollës së poshtme. Do thotë kjo pora në të majt, ku janë vijat paralel, është okluzion normal. Është normal edhe këtu mandej e dyta është inofollës së sipërme. E dyta është protrudimi i inofollës së sipërme. E shohim pozicionin e kyçit të okluzionit, e cila është gjashta sipër, e cila ka kaluar në vend se të bie, domethënë në fisurën qendrore të gjashtës poshtë, është shkuar më mezielisht. Për këtë arsye kemi protrudim të inofollës. Në rastin e tretë, tuberkulumi meziobukal i gjashtës sipër ka rënë më distalisht, domethënë nuk ka rënë në fisurën qendrore të gjashtës poshtë, po ka rënë më distalisht, si pasojë kemi protrudimin e inofollës së poshtme dhe retrudimin e inofollës së sipërme. Karakteristik është frymarrja të rasti tretë, shumë është edhe faktori gjenetik, një ndër faktorët kryesor, po është edhe frymarrja me gojë. Në rastet kur kemi frymarrje me gojë, gjua nuk qëndron lart, por qëndron poshtë në inofollën e poshtme. Si pasojë, në vend se të zhvillohet inofolla e sipërme, sepse gjua si muskull është shumë i fortë dhe zhvillon inofollën, po për arsye se nuk qëndron në inofollën e sipërme, duke qëndruar në inofollën e poshtme, e zhvillon inofollën e poshtme dhe e protrudon atë. Dhe shkakton defekt të madh. Kjo mund të vijë si pasojë e ndonjë defekti në kavitetin nazal, ose mund të vijë nga frymarrja, domethënë
nga ndonjë pengesë në septumin e hundës. Në anën e djathtë ka ju është... Po, okluzioni normal. Po. Në anën e djathtë është okluzioni normal, ku qelsi i okluzionit, do më thonë 6 sipër bien mbi fisurën qendrore që 6 poshtë. Në figurën e majtë, 6 sipër bien më mezjalisht, do më thonë ecë më përpara, si pasojë duhet të kemi protruzion të nofullës së sipërme. Edhe gjitha këto mund të rregullohen me... Gjitha këto mund të rregullohen me ortodonci, me proteza fikse. Në moshat e reja mund të përdorim edhe aparatet biofunksionale. Ato kanë një rëndësi të madhe, sepse në moshat e reja mundësit për rregullimin e defekteve janë shumë më të mëdha. Ato nuk shfrytëzojnë forcat e jashtme, do më thonë breketa, tela, po i shfrytëzojnë muskujt e gjuhës, muskujt e faqes dhe muskujt e buzëve, që nëpërmjet protezave dhe nëpërmes forcës së këtyre muskujve ta kthejmë kafshimin nga kafshimi i keq në kafshimin normal, në kafshimin konstruktiv. Foto tjetër? Kjo është prej punës juaj? Në rastin në fjalë, do më thonë nga ana djathtë, kemi një dentësi të madhe biomaksilare, do më thonë në të dy nofullat. Kemi vendos telat, pacienti është në procedurë, vetëm shihen rezultatet se, do më thonë, kemi një arritje. Edhe pse është mosha pak më e madhe? Mosha është më e madhe. Pacienti i ka diku 24 vite. Tjetra? Edhe një pengesë të ai pacienti është se pacienti është jashtë. Do më thonë, kontrollat nuk mund t'i bëj si që themi ne. Në rastin e dytë, kemi 2 dhomë të impaktuar. 2 tresha, do më thonë dhëmbin 13 dhe 23. Në grafi kemi parë se ekzistojnë dhëmbët, por nuk kanë dalër në vendin ku duhet të dalin. Kemi bashkëpunu me kirurgun, në këtë rast kemi bashkëpunu me doktor Ngadnim Domin, pasi ka qenë një rast më i vështirë. E kuptoj. Ai ka bërë denodimin, kemi fillu pastaj me tërheqje, rasti ka shku ngadalë, pasi edhe mosha e pacientit ka qenë pak më madhe, por në fund rezultati ka qenë shumë i mirë. Këtu kemi një dëndësi të madhe të dhëmbëve, po fati mirë është se mosha ka qenë e re, edhe rezultati ka qenë shumë i mirë në fund. Tjetrën? Edhe këtu, do më thonë, përshihet vetëm fotografi tjera, ndoshta si kemi, përshihet vetëm fundi i punës, një rast që e kemi realizuar me sukses. Këtu për shembull është kafshimi kundërt i dyshit sipër. Kemi arrit që ta tërheqim dhe ta vendosim në vendin e vet. Pacienti ka dalë i kënaqur, ne të kënaqur, pacienti i kënaqur gjithashtu. Këtu kemi një dhëmbë të impaktuar, 23 i sipër. Procedura ka zgatur diku 2 vjet e gjysmë. Rezultati ka qenë i mirë dhe dhëmbi është vendosur në vendin e vet. Atëherë, doktor, faleminderit shumë për këto ilustrime. Në fund për pjesën zyrtare na tregoni nëse keni ndonjë porosi për publikun. Porosia ime është që fëmijët t'i sjellin në klinikë sa më herët. Në moshat e hershme rezultatet janë më të mira, koha është më e shkurtër, edhe sukseset janë më të mëdha. Doktor, faleminderit shumë për gjitha këto sqarime, nuk kujtoj që janë më shumë dobi për bile edhe për ne që jemi këtu përballë jush. Doktor, në fund një
pyetje personale. Po. Dentofobia quhet frika dentore, se frika nga dentistët. Dhe së bashku me frikën nga lartësitë dhe frikën nga të folurit në publik, sikur kjo e jona. Po. Renditen ndër frikrat më të zakonshme të publikut apo më të shpeshta. Kur vijmë te dentistat për shërbime stomatologjike, shpesh dëgjojmë nga ju, nga kolegët e juaj që s'keni arsye që të frikoj. Gjithmonë kam pas dëshirë ta pyes një dentist se a ka frikë dentisti të shkoj te dentisti. Po, një pyetje shumë me vend. Domethënë, frika është prezente te çdo fëmijë, ashtu edhe si te ne. Ndjenja nuk është bashkë komode kur shkojmë te dentisti, mirë po duke ditë vlerën se çka arrim te dentisti, atëherë ato frikrat eliminohen, ne mundohemi që të bëjmë të qartë fëmijëve duke ju ilustruar me shembuj të ndryshëm, duke ju treguar instrumentet, duke i marrur, duke ju treguar incizime të ndryshme, duke i pritur me mirësjellje, edhe pacientat e shohin. Unë për shembull e kam shembullin në shtëpinë time, 2 fëmijët e mi që i kam, ata për arsye se tërë ditën kanë qenë në ordinancë aty tek unë, domethënë janë të familiarizuar me ordinancën, asnjëherë nuk kam pasur problem që t'ju rregulloj dhëmbët e tyre. Domethënë me kënaqësi ulen, vijnë, i rregullojnë dhëmbët dhe shkojnë. Domethënë çësia duhet të jetë që fëmijët, sidomos nëpër shkolla, duhet të falenderoj mjekët të cilët punojnë nëpër shkolla, bëjnë një punë të shkëlqyer, duhet bërë depistimi që në moshat e hershme, të identifikohen problemet të fëmijët e vegjël, ata shpesh herë i identifikojnë dhe pastaj ne dërgojnë neve, domethënë qoftë për trajtimin e problemeve ortodontike, qoftë të kirurgat për probleme tjera, kështu që bashkëpunimi me mjekët edhe në nivelin primar është shumë i madh. Faleminderit doktor. Të dashur miq, zgjedhja e trajtimit të duhur mund të jetë me të drejtë stresuese, por mos u shqetësoni sepse dentistët si puna e doktor Ermendit do t'ju ndihmojnë të merrni trajtimin kualitativ dhe të personalizuar me sa më pak stres. Për qasjen ndaj pacientëve kam qenë dëshmitar edhe unë, sepse njëri nga fëmijët e mi ka marrë shërbimet të doktor Ermendi dhe me të vërtetë ai vetëm herën e parë ka ardhur te ju me përcjellje të prindërit dhe mandej ka vazhduar vet. Doktor, unë ju falenderoj shumë për kohën e juaj, të ndarë nga puna juaj e përditshme, sepse keni sfiguar shumë gjëra të dobishme për publikun dhe shpresoj që do të vazhdoni me këtë çështje kaq pozitive që keni ndaj pacientëve dhe se nëse në një të rastit të takohemi edhe në ndonjë emision të radhës. Unë ju falenderoj juve, ju falenderoj gjithë teleshikuesit, edhe falenderoj stafin e mrekullueshëm të Vësyrit për mundësitë që na dhanë. Besoj se këshillat tona do të ndihmojnë pak a shumë për problematikat që na përcjellin, edhe ju dëshiroj çdo të mirë në emisionet tuaja të ardhshme. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, kaq kishim për sonte, bashkë mirupafshim. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.